Ministria e Brendshme ka prezantuar aplikacionin Agjencia Digjitale, një mjet i ri dhe i thjeshtë në duart e çdo qytetari për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga punonësit e policisë së shtetit, Gardës së Republikës apo shërbimi zjarfikës, e jo vetëm, në çdo kohë, nga çdo vend dhe në anonimat të plot. Lajmin e ka bërë të ditur kreu i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Florian Sulejmani, i cili deklaroi se nuk kemi të bëjmë thjesht me një zhvillim teknologjik, por me një angazhim serioz për të forcuar besimin mes qytetarëve dhe institucioneve të sigurisë. Tashmë me disa klikime të thjeshta, qytetarët mund të raportojnë veprime të pahishme, abuzime apo tejkalime kompetencave në kohë reale. Gjithashtu mund të bashkëngjisin materiale provuese, foto, video apo dokumenta të tjera. Si dhe në fund mund të marrin informacion mbi statusin e dorëzimeve të tyre në çdo kohë. Pra është një proces i thjeshtë, i sigurt dhe i besueshëm, duke garantuar gjithashtu ruajtjen e plotë të anonimatit për çdo qytetar që zgjedh të mbetet i paidentifikuar. Në një kohë ku vendi po përjeton një rritje të ndjeshme të vizitorëve të huaj, veçanërisht gjatë sezonit turistik, një platformë digjitale për raportime rrit sigurinë publike, duke kontribuar në imazhin e Shqipërisë si një vend mikpritës që i jep prioritet transparencës dhe standardeve europiane të shërbimeve. I pranishëm në prezantimin e këtij aplikacioni ishte edhe ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, ku ndër të tjera në fjalën e tij përveç se vlerësoi këtë aplikacion si një instrument për të mbyllur rrugën abuzimeve, theksoi se edhe policia e shtetit është në fazën e procesit të rivitalizimit të platformës së Komisariatit Digjital. Për të gjithë jemi të vetëdijshëm se besimi nuk fitohet me fjalë, por me vepra konkrete. Në të njëjtën frymë, dua të nënvizoj sot nga kjo foltore, se dhe policia e shtetit është në fazën e punës për rivitalizimin e platformës së Komisariatit Digjital, e cila këtë vit mbush një dekadë të plot nga krijimi i saj. Përmes kësaj platforme janë trajtuar mijëra denoncime, ankesa dhe shqetësime qytetare, duke dëshmuar se kur krijohen kanale të drejtë për drejta për besueshmëri dhe komunikimi, qytetarët nuk ngurojnë të kontribuojnë në sigurinë dhe drejtësinë në vend. Aplikacioni është tashmë aktiv për iOS dhe Android, falas dhe i aksesueshëm për të gjithë.